Drejtuesit e automjeteve në Toronto përballen me një tjetër rritje të çmimeve të karburantit, ndërsa ekspertët paralajmërojnë për një trend në rritje që mund të zgjasë. Sipas analistit të energjisë, Dan McTeague, çmimi mesatar i benzinës në zonën e GTA ishte rreth 188 cent për litër dhe u rrit në 195 cent për litër. Ai thekson se tregu po i afrohet një pragu psikologjik të rëndësishëm, $2 për litër, një nivel që mund të ndikojë drejt për drejt në sjelljen e konsumatorëve. Sipas tij, rritja e çmimeve lidhet ngushtë me zhvillimet ndërkombëtare, veçanërisht konfliktin e Iran, i cili ka krijuar pasiguri në furnizimin global me naftë. McTeague paralajmëron se nëse situata vazhdon, çmimet mund të rriten gradualisht deri në një pikë ku shumë qytetarë do të konsiderojnë shumë të shtrenjtë përdorimin e makinës. Ai kujton se në vitin 2022, çmimi i benzinës në Toronto arriti kulmin në rreth 215 cent për litër, por atëherë pati një rënje të shpejtë brenda pak ditësh. Ndryshe nga ajo periudhë, eksperti beson se këtë herë çmimet mund të qëndrojnë të larta për një kohë më të gjatë, për shkak të tensioneve të vazhdueshme në tregjet globale të energjisë. Një nga shqetësimet kryesore mbetet mundësia e një mungese furnizimi, e cila do të përkeqësonte mëtej situatën dhe do të rriste presionin mbi konsumatorët. Ndërkohë, qytetarët në Toronto po përgatiten për kosto më të larta të jetesës, ndërsa çmimet e karburantit ndikojnë jo vetëm në transport, por edhe në çmimet e produkteve dhe shërbimeve në përgjithësi.